إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Me të vërtet, lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet posa Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Besimtari I mirë e adhuron Allahun subhanahu wa taala duke qenë I sjellshëm, duke qenë I moralshëm, duke bashkë vepruar me njerëzit e tjerë në mënyrë të kënaqshme, në mënyrën më të mirë. Kush e konsideron sjelljen e mirë adhurim, kush e konsideron sjelljen e mirë adhurim që e afron tek Allahu subhanahu wa taala, ai do të jetë I sjellshëm me të gjithë njerëzit, me të gjitha shtresat. Nëse do ta përshëndet një pastrues I rrugëve, do ta përshëndet edhe do t'i buzëqesh njëjtë me një ministër dhe me një kryeministër apo me një njeri që është me pozitë të lartë në këtë botë. Personi I cili e din e një Allahun subhanahu wa taala dhe e din adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe e din se çfarë vlere ka sjellja e mirë te Allahu subhanahu wa taala, ai patjetër se do të jetë I sjellshëm dhe do të jetë I moralshëm në çdo vend, në çdo kohë edhe në çdo gjendje. E kështu është besimtari. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam I ka trajtuar barabar të gjitha njerëzit, të gjithë njerëzit I ka mirëprit ata. Është sjell me sjellje të mirë, me sjellje të sinqertë edhe me plot dashuri. Kush e di? Ndoshta ai të cilën ti e nënçmon, edhe duket sa nuk është kërkushi, edhe nuk sillesh mirë me ta, edhe nuk I buzëqesh atina, ai mund të më konë më I miri te Allahu subhanahu wa taala. Se vetëm Allahu e din se çka kena në zemrat e tona, çka kena në brendshmet e tona, na për dikant mundna me paraqyku, mundna me hinxhuna për ata, ama na nuk e dina të brendshmën e tina. Nuk e dina se çka ka brenda ai, nuk e dina se çka vepron ai, nuk e dina se çfarë punë ban ai. Prandaj mos e paraqyko askënd, po këshiri vetëm punët e tua, galet e tua dhe mëkatet e tua. Se cili prej neve kina mu marrë në llogari veç e veç. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thonë: më të dashurit edhe më të afërmit të kun në ditën e ringjalljes, në ditën e gjykimit do të jenë më të moralshëm dhe ata të cilët kanë sjellje më të mirë. Gjithashtu, I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam I tha Ash-Shajj ibn Abdul Qaisit: ti ke dy cilësi, I tha, të cilat Allahu dhe I dërguari ti I duan. E cilat janë këto cilësi? Cilat janë këto cilësi? Namazi natës, agjërimi vullnetar, sadakaja. E Shejgju gëzua shumë dhe tha: cilat janë këto cilësi o I dërguari Allahut? Tha: butësia dhe durimi. Butësia dhe durimi
Janë këto dy cilësi që i donë Allahu dhe i donë pejgamberi alayhi salam. Se njeri me butësi afron njerëzit. Njeriu me durim mund të më arrit shumë. Mund të më arrit shumë, sa që nuk mund të më arrit ma shpërsi dhe mësjelet e këqija. A ju pyet për veprën. U pyet pejgamberi alayhi salam për veprën që kam i fut njerëzit në xhenet. Tha frikosojoni Allahu, tha pejgamberi alayhi salam, dhe silluni mirë me njerëzit. A doni me hyrë në xhenet? Frikojoni Allahut, kini drojë Allahun, edhe silloni mirë me njerëzit. Ka thoni i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, njerëzit më të plotë në fe, më të plotë në iman, janë ata që kanë karakter më të mirë. Ata që është lehtë të shoqërohesh me ta, që nuk janë tipa tran. E ki lehtë me komuniku me ta, e ki lehtë me bashkë bisedu me ta. Dhe ata që kalojnë mirë me të tjerët, dhe të tjerët të kalojnë mirë me ta. Këta e në besimtartë. S'ka dobi në atë i cili nuk kalojnë mirë me të tjerët, edhe të tjerët nuk kalojnë mirë me ta. S'ka dobi prej ati njeriut. Që është njeri i ramë, është njeri shumë i zërshëm. Zërë e ki me bisedu me ta, me bashkë bisedu me ta. E jo ma shumë, me përzi nëj punë, nëj biznes, apo nëj tregti me ta. Po njeriu do të më konë. Njeriu do të më konë fleksibil. Njeriu do të më konë i lehtë. Më konë i shoqërueshëm. Më konë i qeltë me njerëzit, deri me një ma saktume. Se kështu ka qenë pejgamberi alayhi salam. Edhe në fëmijë kur kur e ka ndalë rrugës, anaja e ka dëgju pejgamberi alayhi salam se çka po thot fëmia. E ka dëgju me vëmendje, edhe pse ka qenë i dërguari i Allahut, ka qenë modest. Jo, me thonë, abe se ti hup se ti fëmijë kokçe. Hup se ti nuk di kur gjë. Jo, është nalë edhe e ka dëgju pejgamberi alayhi salam deri në fund, deri sa e ka mbaru fëmia, se çka ka desh me thonë. Që ka qenë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Personi që e përmirëson karakterin e vet, sjelljen e vet, bëhet i suksesshëm. Bëhet njeri me vlera edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Është rasti i Ummu Salamës, Allahu qoftë i kënaqur me ta, kur ajo ul me pejgamberin alayhi salam, mendoi për botën tjetër dhe për atë që Allahu u kishte premtuar në botën tjetër. Ajo tha, oj dërguari i Allahut, ndodh që gruaja të martohet në këtë botë me një burr, vdes, pastaj martohet me burrin tjetër. Thot, kur të hyjnë në xhenet, me kan ka më kanë. Me kan ka më kanë gruaja kur të hyjnë në xhenet. A me burrin e parë, a me dytin, a me tretin. Ndodh që një gruaj ka 2-3 burra, martohet me një i vdes, martohet me dytin i vdes, martohet me tretin i vdes. Ka raste që ka ndodhur më herët, që ka ndodhur tash, ka ndodhur edhe tani. Pejgamberi alayhi salam pi përgjigjet dhe pi thot, ajo do të jetë me atë që ka qenë me karakter, me moral më të mirë. Me qatë burr ka mu kanë xhenet ajo grua që ka qenë me sjellje dhe me karakter më të mirë. E Ummu Salama u befasu çudit. Kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e vërejti këtë tha, o Ummu Salama, karakteri i mirë dhe sjellja e mirë e bën personin të suksesshëm këtë botë dhe botën tjetër. A ka po njerin e sjellshëm e dojnë ketë. Njeriu e mirë e dojnë ketë. Ai është i afrueshëm me njerëzit. Pse? Se nuk i ofendon. Se nuk ju fol fjalë të këqija, se nuk i shon. Se din që pikëtina nuk ka dam, ky nuk na ban dam, se ky është njeri me karakter edhe me sjellje të mirë. Tregohet për një grua, kishte fal shumë, kishte agjëru shumë, kishte dhënë sadaka shumë, mirë po i kishte bë dam fëmijët. E për ta tha pejgamberi alayhis salam se ajo është në xhenem. Është në xhenem, është fal, ka agjëru, ka bë vepra të mira, ama ka ne pasjellshme. I ka bë dam fëmijët, do të jetë në xhenem. Pra sjellja mirë është ajo e cila na fut në xhenet apo në xhenem. Sillmi mirë, i na të sjellshëm, i na të moralshëm, Allahu na fut në xhenet për shkak të kësaj sjellje të mirë dhe për shkak të moralit të mirë. Ai na të pasjellshëm, i na të pamoralshëm, mund na nuk të bëj shumë vepra të mira. Mirë po hina në xhenem për shkak të kësaj vepre shumë të keqe. Se muslimanit nuk i kohije më koni pasjellshëm dhe i pamoralshëm. Na si musliman që e kemi shembull pejgamberin alayhis salam, që është shembulltyra jon, që është njeriu që na do të më pas shembull.
Ai ka qenë njeriu më i mirë dhe më i sjellshëm. E na më kon pas sjellshëm. Atëherë çfarë pasus jemi në atë pejgamberit alayhis salam të Muhamedit alayhis salam? Çfarë pasusin në atë sunetit të pejgamberit alayhis salam? Tash ata të cilët nuk falen rregullisht, nuk agjerojnë rregullisht, nuk bojnë vepra të mira rregullisht, mos gëzohen. Se me sjellje hin xhenet. Mirë, po duke ja bashkangjitur edhe namazin edhe veprat e mira. Jo tash thotë dikush, unë e kam zemrën e mirë, unë jam i sjellshëm, unë jam i moralshëm. Mendon se ashtu kam i xhenet vetëm me sjellje të mirë. Po, hyet xhenet me sjellje të mirë, me moral të mirë. Sparjar duke pas sjellje dhe moral të mirë me Allahun subhanahu wa taala, duke fal namazin, duke bë vepra të mira dhe duke u largu prej veprave të këqija. Pastaj më koni sjellshëm me njerëzit në përgjithësi. Nëse doni më kon të suksesshëm në këtë botë dhe botën tjetër. Elusë Allahun e madhruar me na bë të sjellshëm, të moralshëm, me na bë me karakter të mirë, edhe elusë Allahun me na largu të gjitha veset e këqija që i kena. Elusë Allahun e madhruar me na largu të gjitha cilësitë e këqija që i kemi. Elusë Allahun e madhruar me na bë prej banorëve të xhenetit Firdaus, me na mbrojt prej zjarmit të xhenemit, me na mbrojt prej çdo fjale, prej çdo vepre, prej çdo cilësie që na çon në zjarrin të xhenemit. Elusë Allahun e madhruar me na mbrojt prej sherrit të njerëzve, gjinëve dhe shejtanëve. Elusë Allahun e madhruar me na mbrojt prej shirkut, kufrit, nifakut, hipokrizisë dhe çdo cilësie të keqe. Elusë Allahun e madhruar me na udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën e Kuranit dhe rrugën e Sunetit. Elusë Allahun e madhruar me na bë prej atyre që i falmi 5 kohë namaz, bajna vepra të mira dhe largohemi prej veprave të këqija. Elusë Allahun e madhruar me na ndriçon natën e varrit, me na lehtësu urrën e siratit dhe elusë Allahun me na tubun xhenet, çashtu që na ka tubun këtë vend. Walhamdulillahi rabbil alamin.